shkelja e ligjit është shkelja e ligjit dhe si çdo shkelje e ligjit do duhet të ndëshkohet. Ashtu sikur se kërkohet. Unë po thoja faktin që edhe kjo është kthyer tashmë në normalitet, hyrje-daljet e zyrtarëve të lartë apo e emrave që më herët nuk mund të shkonin aty, por ajo çka të paktën vijon të jetë mbresë interesante është mënyra se si futen dhe mënyra se si dalin. Pra, gjithmonë më shumë fytyra edhe të buzëqeshura mbase vetëm për shkak të kamerave televizive që janë aty në çdo moment, dalin gjithmonë më të verosura nga ai. Kolegët të bëjnë gjë më ndonjëherë zoti Bajrami, kështu që nuk i dihet asnjëherë. Megjithatë, ka një lloj kurioziteti edhe ju si gazetar që pas çdo socialisti hyn një demokrat dhe pas çdo demokrati hyn një socialist, flitet gjithmonë që është me radhë kjo punë. Ka një lloj agjende. Ka agjendë prokuroria e posaçme? Nuk e besoj, të paktën apo kujt i bie lapsi? Nuk e besoj. Si ai mësuesi që kush do ngret mësimi dhe pikën në regjistër. Kanë dinamikën e tyre dhe unë të paktën këtu do citoja zotin Dumani që më shumë se një herë titullari SPAK qoftë në daljet e tij publike, por edhe në takime në takimet informale periodike që bën me gazetarët, ku në të gjitha rastet ka marrë pjesë, zoti Dumani thekson dhe këmbgul në faktin që SPAK nuk ka agjendë sipas tij të paktën. Por në takimet private çfarë thotë zoti Dumani? Pra sa mund të zbulosh? Se ai bën her pas here takime me gazetarët. Edhe në takimet informale, jo vetëm daljet e tij publike, por edhe në takimet informale, zoti Dumani ka zgjedhur të paktën të mbajtë një qëndrim, duke thënë në çdo rast që sipas tij gjithmonë, sipas tij SPAK nuk ka një agjend, por ndërmerr veprime atëherë kur vlerësohet nga ana. Këtë keni lexuar ju nga ato që ju thotë? Unë po them atë që po përpiqem të citoj zotin Dumanit. Zoti Dumani të paktën pretendon se nuk ka agjend. Qartë. Zoti Lita? Këtu ka një agjendë të perëndimit për të goditur narkotrafikantët shqiptar, të cilët janë involvuar në transportin ndërkombëtar, Më bën përshtypje shënimi që keni bërë politika qesh me ne aty, po nuk e di për çfarë keni patur. Qesh me ne sepse ne duhet t'ia shpjegojmë shqiptarëve që politikanët shqiptar zgjidhen përmes krimit dhe jo përmes votës qytetarëve. Besoj se e din. Jo, duhet t'ia themi që ta kuptojnë dhe më mirë. Dhe Bashkimi Evropian dhe SBA nuk është se i do fort shqiptarët sepse do donte çdo kom tjetër. I do t'i ndihmoj përmes SPAK-ut, sepse shqiptarët, narkotrafikantët shqiptarë në Ekuador, në Amerikën Latine dhe këta që janë në Dubai dhe në kryeqendrat e Europës, o sjellin tonelata kokainë drejt Shqipërisë dhe përmes tyre financojnë politikën dhe SPAK-u është instrumenti për t'i çmontuar ata. Duke çmontuar ata, sepse këta politikanët nuk janë vetëm politikanë, nuk janë vetëm ministra, janë dhe njerëz që japin garanci për transaksione të mëdha, për ndërtime të mëdha, për projekte strategjike, investime strategjike, për kulla të larta. Pas çdo biznesmeni ndërtimi këtu fshihet një dorë e madhe nga jashtë, pra ndërkombëtarët, prokurorët Bel, prokurorët e ndryshëm të BE-s kur vinë këtu, kërkojnë sekuestrime, kërkojnë që të marrin paratë mbrapsht. Atyre që kanë kërkuar apo që kanë marrë shqiptarët duke helmuar fëmijët e qytetarëve europian, duke u marrë lekët dhe duke helmuar me drogën që sjellin nga Amerika Latine. Kjo nuk ka ndodhur vetëm me trafikantët shqiptar, ka ndodhur edhe me trafikantët italianë që luftojnë antimafia. Tu mendon se SPAK-u është duke dhënë atë eficiencën e vet? Antimafia franceze, gjandarmeria siç e kanë ata, po shumë institucionet e tjera, është një luftë e koordinuar për ta shrenjosur tumorin e madh që ka kapur vendin, tumori i narkotrafikantëve. Dhe narkotrafikantët vendosin në të gjitha anët e politikës se si do jetë loja. Mos është pak e egzageruar? Nuk është fare e egzageruar. Nuk është fare e egzageruar sepse ne shikojmë. Kjo që thua ti është për të vënë duart në kokë dhe për të ikur. Ti shikon lejet të ndërtimit, lejet e kullave këtu, lejet e investime strategjike dhe këtu na dalin befas, na dalin gjithë bashkë. Ata që jetojnë në Bregdet, na vinë na bëjnë dhe reformën në atë zgjedhore këtu. Si ka mundësi? Gjithë koincidenca janë këtu. Ne kuptova mesazhin. Na është bashkuar në diskutim Namir Lapardaja nga Gazeta Tema. Zoti Lapardaja, mirëmbrëma dhe faleminderit që na jeni bashkuar. Mirëmbrëma, përshëndetje. Shumë zhvillime zoti Lapardaja. Ju si gazetar sigurisht ju duhet t'i raportoni, por besoj se keni edhe analizën tuaj sa i takon këtyre çështjeve të renditura njëra pas tjetrës, si gurët e dominove.
Unë në fakt ka pasi sot një analizë dhe i qëndroj asaj që gjithçka që ndodh vijon të jetë në kuadër të luftës kundër korrupsionit, prokurisë posaçme dhe GKK-s, e cila nuk ka një agjendë të caktuar apo nuk është në kontrollin fatmirësisht të politikës, por është në kontrollin e atyre që duhet të jetë, në kontrollin e ndërkombëtarëve dhe të prokurorëve që janë aty. Në këtë kuptim edhe ajo që ka ndodhur sot me zëvendës kryeministrin Balluku, por edhe ajo që ka ndodhur në të kaluarën e shoh në vazhdon e punës së prokurisë së posaçme të pandikuar nga politika dhe siç e pam edhe në reagimet e sotme, duket sikur më e shqetësuar në orët e para ishte opozita, e cilës duket sikur i bien të gjitha ato akuzat për kontroll të prokurisë dhe kontroll të gjykatave, sesa vetë pushteti, i cili deri tani fakte nuk ka reaguar zyrtarisht. Si i keni lexuar ju të gjitha reagimet nga ana e opozitës, Zotila Bardaja? Sepse në shkrimin tuaj thoshit që nuk do përkthehen në oksigjen për opozitën. Por nga ana tjetër janë zhvillime goxha të forta, jo zhvillime të cilat mund të konsiderohen dioksid karboni. Ajo që them dhe ajo që thosha në shkrimin tim është që të gjitha këto goditje që ka marrë pushteti vazhdimisht, jo vetëm me sot me Balluku, por edhe të kaluar, fatkeqësisht nuk janë shndruar në përfitime elektorale për opozitën. Dhe nuk janë shndruar në përfitime elektorale për opozitën, mjafton të shohësh reagimet e opozitës. Pra, opozita në vend që të mbështet prokurorët posaçme, dhe në vend të mbështet drejtsinë, dhe në vend të mbështet gjykatën, krijon albira sikur e gjithë kjo është një luftë brenda llojit. Pra, duke krijuar alibin e luftës brenda llojit, nuk pa ka ndonjë grimës të drejtë në atë që thot, apo është totalisht e gabuar opozita? Se duket sikur po ja ngarkojmë gjithë mëkatet të opozitës. Fakti që prokuroria posaçme ka vajtur ditën e sotme te zëvendës kryeministri Balluku tregon dhe është tregues që nuk do të jetë e largët dita që njëta strukturë të shkojë tek kryeministri. Pra ka dy variante, ose të pranojmë rolin e kryeministrit në kontrollin e drejtësisë dhe të pranojmë që ai po godet vetveten, ose të pranojmë punën e prokurisë dhe gjykatës posaçme, por këtu opozitës nga ana e saj bie kauza, sepse ka vetë lideri i opozitës, ka vetë kryetari i partisë që ka probleme me drejtsinë. Pra, edhe po të shohësh reagimin e Berishës pak minuta më parë, që erdhi shumë kohë pas ngjarjes, rast i rrallë ky për zotin Berisha, alibia e krijuar dhe mënyra se si ka zgjedhur duket sikur e ka marrë në mbrojtje Belinda Ballukun dhe nuk e ka sulmuar. Madje, pavarësisht se akuza është bërë qartë, Berisha duket sikur nuk është informuar dhe thotë që SPAK po e heton Ballukun për dy afera korruptive, për punërimin e llogaras dhe për aeroportin e Vlorës. Në fakt, nuk është aeroporti i Vlorës ai që akuza e dytë e SPAK-ut, por është loti i 4 i unazës së madhe, ku sipas të gjitha gjatave, siç e kishte thënë edhe media e zotit Hoxha, janë të përfshirë njerëz të afër të ish-kryeministrit Berisha. Pra duket sikur gjithmonë kërkojmë alibi, ndërkohë që situata duket më e thjeshtë. Pra nëse opozita dhe nëse Partia Demokratike, por edhe nëse gjithë ky spektër opozitar do të ishte në unison, do të ishte në mbështetje të prokurisë, do të ishte në mbështetje të gjykatës, praktikisht ditën e sotme qeveria Rama ka rënë. Dhe Rama në gjykimin tim e ka mbajtur dhe është dashur Berisha pikërisht vetëm për këtë ditë të sotme. Pra në çastin kur qeveria dhe mazhoranca do të bjerin, nuk ka kush ta marrë se përballë ka Berisha, i cili ka aq probleme me sistemin e drejtësisë dhe me prokurorinë. Një batut kështu. Sepse duket sikur duket si absurditet kjo puna e Berishës Patericës. Berisha në fakt ka hallin e vet, po atij që intereson dhe investon. Ta marrim si metaforën e Patericës. Një njeri 100 kg që i ka këto pushtetet si Edi Rama dhe është i mbështetur në një Patericë. Kush është më lehtë? Si është më lehtë për ta rrëzuar? Duke rrëzuar 100 kg-shin? Apo duke hequr Patericën? Si është me lehtë? Duke heq Patericën. Patericën pra dhe bie kështu, dhe ai është shumë i mbështetur te kjo Patericë, dhe ka të vetmen. Pse e ka të vetmen? E ka të vetmen sepse
Dëgjoj. Po e provuan veten edhe forcat e reja politike, një sër patericash të tjera. Po jo pra, sepse në qoftë se ti ke forcën më të madhe, sabotuese, në pazar, e tjere, që të vete të bën ty të bashkohet për kodin zgjedhor, për amnistinë e tjere, nuk mundet të rregullat e lojës. Po pikërisht pra, ti s'mundet të presësh, s'mund të kërkosh llogari atyre të vegjëlve pse s'lulëzove ti në një tokë që e kanë përcaktuar këtu se ku do mbillet. E kupton, kështu që ky është një film i mbaruar. Po megjithatë kritikat e veta për këtë. Por kur është traktori i madh nuk pyet më për sinore. Ajo, dëgjoj, nëse traktori i madh, nëse do marrim një flet votimi, dhe do ishte një flet votimi për shembull vetëm për Edi Ramën, dhe gjithë të votonin po, si në formë referendumi, po apo jo, ti da kesh të sigurt që mbi 70, mbi 80% do ishin kundra. Por kur i vë këtu, atë që unë e quajta pateric, kur i vë atë patericën, i cili gjitha fushatat i bën, duke demonizuar, duke nxjerr gogolin përpara, madje në qoftë e vure reti, edhe kur bëri videon për Fatos Nanon, e kishte mbushur videon se çfarë i ka bërë Sali Berisha, e ka futur në burg, i ka vajtur me antitank edhe me Kalashnikov, gjithë analizën e kishte bërë sepse është në vështirësi, duke i thënë socialistëve mblidhuni, bëuni grush bashkuar se mund të na vi ky. Ai nuk mbledh dot 300 veta, çfarë do vi ai në pushtet? E kupton ti sa vjen dhe të kurret edhe me vota, edhe me të tjera. Por pse e përdor këtë? Sepse nuk ka asnjë lloj argumenti për të mbrojtur këtë ku është katandisur, domethënë sepse është kthyer në dhe e gjithë historia, për mendimin tim se ndoshta janë ndërpreva dhe na mirën. E gjithë historia, kjo është që këta siç po shkojnë, këta kanë vetëm dy rrugë. Ose rrugën ti dorëzohen drejtësisë, edhe do Zoti, emër për emër, çështje për çështje, të dalin të pafajshëm dhe të rikthehen edhe në politikë, edhe në qeverisje, edhe në krye të opozitës, ose të mblidhen bashkë, siç janë bashkë, të dalin hapur atje në parlament dhe po të kenë guximin, le të shkojnë atje dhe t'janë dreqin mirë si këto thirrjet që po bëhen tani, puç kushtetues pa tanke, Republika e prokurorëve po vendoset në Shqipëri, Republika e prokurorëve pa votë. Domethënë këta na kanë marrë votën këta, po me që kanë marrë votën këta mund të vjedhin dhe as mos ju thuash gjë, po ik 6 muaj. 6 muaj më nga karrigja. E ke parasysh sa të mbaroj ky procesi dhe ktheu prap. Po liroi iku 12 vite, ja liroi Zoti Berisha, ja liroi 12 vite karrigën. Për këta që janë në pushtet e kisha rasti për Ballukun, po thotë, ka liroi Berisha. Karrigën e tij të kryetarit të partisë. O zotëri Berisha, a kërkon dorëheqjen e Edi Ramës, të Belinda Ballukut? Për çështje pse u mor. A kërkon, e mbarova, a kërkon dorëheqjen e presidentit sepse dekretoi ditën e zgjedhjeve? A kërkon dorëheqjen e Niko Peleshit se ka shkelur rregulloren? Po dorëheqjen e vetes këtij, kush do t'ia kërkoj dorëheqjen nga partia sepse sa të sqaroj gjërat atje në SPAK? E kupton ti në çfarë çmendurie, standardesh, dy standardesh, hipokrizi është futur kjo lojë politike? Dhe ne tani vim dhe diskutojmë natë për natë, kemi 4 vjet të njëjtën gjë. Jo më vëlla, ne tani duhet vetëm të shikojmë se degradimi po ecën me shpejtësi. Nëse janë të zot, ti dalin përballë. Nëse është puç, ta e zbuluan puçin mediatikisht, nesër institucionet, policia, ushtria, kryeministri të vënë të marrin masat për puçisët në gjykat, të vënë të arrestojnë atë gjykatësin që ka dhënë atë vendimin dhe të ecin përpara. Se kështu nuk ka gjë, ose të mbajnë vendin dhe të vënë të përgjigjen atje. Nëse është puç, shteti duhet marrë masa në njëherë për të puçisë. Po jo me këto përalla tani përdridhen të dy. Njërë kështu, njërë ashtu. Jo, kam një koment politik, sepse kjo ideja që për imunitetin që paska antari i qeverisë dhe posaçërisht zëvendës kryeministit. Për valën e reagimeve. Ka imunitet. Nuk ka imunitet. Sepse i bie që të gjithë të bëjnë zëvendës kryeministra, të firmosin tendra, të fiksojnë tendra, të bëjnë Allish Berishe dhe pas kanë imunitet nga drejtësia. Nuk funksionon kështu. Shteti ligjor dhe sundimi i ligjit. Nuk kanë zëvendës kryeministrat. Dhe pretendimi se ajo firmos ka shkresat e qeverisë, për çfarë kemi kryeministrin ne? Kryeministri do të firmosë FKM-n, jo zëvendës kryeministra që ai autorizon dhe e delegon.
Zëvendës kryeministri është kur kryeministri ty të delegon ndjekjen e një çështje. Ke një reformë ka qenë jashtë vendit. 5 vjet rresht. Nuk është 5 vjet rresht, ka munduar. Lida një sekondë. Ore, nuk ka pezulluar postin e zëvendës kryeministrit, mo atje është posti me gjithë zyrën. Ka pezulluar të pandeurën Belinda Balluku, sepse po hetohet e tjerë e tjerë. Posti është atje, nuk ka pezulluar postin. Nuk ka pezulluar as punën e saj si deputete të zgjedhur nga populli. Hiç mas një nga këto. Belindën të akuzuar për këto 1, 2, 3, 4 gjëra. Dhe në ndjekje, jo postin e kryeministrit. Nuk bie qeveria për një individ. S'ka punë me postin. Do se do bëjmë një analizë se ti e nise me idenë që në SPAK ka shumë zhvillime, SPAK dhe GKK. SPAK u kryua 2016. Këto zhvillime rrezojnë tezën që SPAK-u po përdoret politikisht apo e përforcojnë akoma dhe më shumë këtë gjë. Çfarë veprimi që do bëj SPAK-u do ketë pasojë politike dhe ne mund të themi gjithë ditën që pra ka gjithmonë interpretime se takon punës së tij. Janë pasojë ato. Ajo që është e rëndësishme është mendoj një fakt. Do të thonë SPAK-u është institucion i ri. Institucioni i ri dhe çdo institucion i ri ka nevojë për kohë që të rritet. Okej. Dhe SPAK-u ndoshta mori pak më shumë kohë për të rritur se ç'do të ishte nevojshme ose në raport me atë që është qëllimi i tij. Si po mbushet gati një 10 vjeçar që nga momenti që u krijua me ligj. Fenomeni i habitshëm në Shqipëri është ndonse SPAK-u krijua gati 10 vjet përpara dhe SPAK-u do të ishte të paktën një lloj frike, një lloj trembësi ndaj këtyre që bëjnë korrupsion dhe krim të organizuar, do të jetë kundër domethënë. U shtuan ton 10 vitet e fundit. Dhe ne na bën habit tani që institucioni ka krijuar identitet, ka krijuar bosht, ka kock. Se sot është SPAK-u po arrin pjekurinë dhe pjekuria kjo do të thotë që SPAK-u nuk ka më limite se ku dhe sa godet, që respekton ose përpiqet të respektojë maksimalisht ligjin, që nuk ndjek më kufij politik, që do të thotë e krijojmë identitetin dhe po na duket habit tani se si ka kaq shumë të korruptuar. Ndërkohë që qëllimi ky ishte më zotërin ashtu. Po të marrësh gjitha sondazhet më të fundit tregojnë që dy janë shqetësimet kryesore të qytetarëve shqiptar. Korrupsioni i pari, krimi organizuar i dyti. Dhe kjo vjen për një arsye shumë thjeshtë, sepse të dyja këto në Shqipëri janë shkrirë me njëra tjetrën. Janë shkrirë dhe të kanë deformuar të gjithë ekonominë e Republikës së Shqipërisë. Ti ke sot një ekonomi krejtësisht të varur